Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadyihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojm, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojm. Dhe lusim Allahun xhelleshanu të na mëson khairin, na sjell dobi nga ai, dhe lusim që të na shton ilmin, të na shton diturin. Dhe zërtash do dalim në disa tema të cilat janë shumë me rëndësi, një lloj si temat më herët, por këtu him në disa detaje që nuk e kemi pas më herët. Jemi në vazhdim të shpjegimit të librit El Aqidatu Tahawiyya, Aqidja e Imam Tahawiyut. Kena arrit të një temë, të një kaptin shumë me rëndësi, ku titulli i temës është El-i'tisamu bis-sunnati wal-jama'a. El-i'tisam, të kapurit, të mbajturit fort në sunnet dhe në xhamat. Sunneti është tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por pse edhe në xhamatin nuk mjafton veç sunneti pejgamberit alayhis salam, el-i'tisamu bis-sunnati wal-jama'a. Të kapena fort për apo të kapurit fort, të shtrënguarit fort ku në sunnet edhe në xhamat. Të janë dallim vëllezër, sunneti edhe xhamati. Pse edhe në xhamat, a nuk mjafton vetëm sunneti? Kush është ai xhamati? Xhamati i parë është xhamati Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jon sahabet. Sahabet jon praktika, modeli në realitet i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot tash Imam Tahawiu rahimahullah, wa nattabi'u as-sunnata wal jama'a wa najtanibu ash-shudhudha wal khilafa wal furqa. Dhe ne ndjekim sunnetin dhe xhamatin. I shmangemi shudhudh, gjërave të cilat janë të devijuara, gjërat të cilat kundërshtojnë shumicën. Ash-shudhudh wa najtanibu ash-shudhudh, i largohemi devijimeve, wal khilaf dhe kundërshtimeve, wal furqa dhe grupacioneve. Si argument e ka pru fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, ku thot Allahu gjelleshanuhu, wa men yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allahu thot wa men yushaqiqi ar-rasul, dhe ai i cili del rival pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Del dikush kundërshtari Muhamedit alayhis salam. Dikush thot si me dal kundërshtar, s'është tash pejgamberi alayhis salam. E kundërshton cilën sunetin, rrugën, traditën, menhexhin e Muhamedit alayhis salam kur min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Pasi ati është bëhet qartë rruga, udhëzimi, rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i është bëhet qartë, ai përsëri e kundërshton. Allahu thot nuwallihi ma tawalla, ne do ta lëm atë ashtu si e ka zgjedh. Okej, e ke përqafu këtë, tu bëhet qartë rruga e pejgamberit alayhis salam, suneti i tij tu bëhet qartë, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Që Allahu thot, ndoshta nuk e ka të qartë vëllezër, Allahu na i tërheq vërejtën që dikush nuk e ka të qartë se kjo është sunnet, apo nuk e ka të qartë që vepra atje kundërshton sunnetin. Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Kusht është me arrit ai bejan, sqarimi i rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë ki prap kundërshton, e Allahu thot, ki i ka hip kokës ti, inatit ti, mendes ti, qefit ti, thot, nuwallihi ma tawalla. Edhe ne do ta lojmë këto, let ece në atë rrugë që e ka zgjedhur në këtë botë. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. E thot ditën e gjykimit, thot Allahu, do ta bëjmë që ti jetë ki ta shijon e xhenemin wa sa'at masira, dhe nuk ka përfundim dhe vendbanim më i keq se kush se sa zjarri i xhenemit. Me një hadith thot Abdullah ibn Mesudi, që e ka nxjerr hadithin Imam Nesaiu, an Abdullah ibn Mesud radiyallahu ta'ala anhu qal: "Khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan
wa fi riwaya mustaqiman, thumma qala hadha sabilullah. Thot Abdullah ibn Mesudi një ditë Muhamedi alayhis salam, domethënë kanë qenë jashtë xhamis, e hoq një vizë të drejtë. Tha hadha sabilullah. Kjo tha është rruga e Allahut xhelleshanu. Kjo tha është rruga që çon tek Allahu e drejtë. Pse hoq drejt pejgamberi alayhis salam atë vizën? Para si e vlezë se rruga, sunneti, tradita, feja e Allahu xhelleshanu është e qartë. Pastaj thot Abdullah ibn Mesudi, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Pastaj ta ajo viza e drejt, bori viza gjajth edhe nga ona e majt, do më thonë viza. Pastaj tha Muhamedi alayhis salam, hadhihi subul ala kulli sabilin minha shejtanun yad'uhu ilay. Ai shehni këto rrugica tjera që janë veç rrugës drejt asaj vizë, në gjajth majt, këto tha janë rrugët të sicila prej kësaj rruge apo rrugice është nga një shejtan i cili thret. Pastaj lexoj këtë ajetin, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Pastaj lexoj këtë ajetin e Allahu xhelleshanu ku thot Allahu, wa anna hadha sirati mustaqiman. Allah thot, kjo është rruga jeme, sirat, rruga e drejt, mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Ndiq një rrugën e drejt, ndiq një siratul mustaqim. Dikush thot, po si cili thot për siratul mustaqim? Siratul mustaqim vllai dashur në 5 kohët e namazit, siratul mustaqim dhënia e zakatit, agjërimi muajit Ramazanit, krirja e haxhit. Siratul mustaqim është pasimi i rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raitumuni yusalli, faleni ashtu siç më keni pa mua duke u fal. Khudhu anni manasikakum, mirni prej meje ritet rregullat e haxhit e kështu me radhë. Kjo thotë Allahu xheleshanu rruga e drejtë. Fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Mos i ndiqni rrugica tjera. Çështja e besimit nuk ka dyshim se Allahu subhanahu wa taala është një. Ati takojnë emrat më të bukur, cilësitë më të plota. Allahu subhanahu wa taala është mbi arsh. Ar-Rahmanu 'ala al-arsh istawa. Kjo është qartë. Nuk mundet dikush të me kundërshtu, vetëm ai i cili don kundërshtime, vetëm ai i cili don të largohet prej rrugës për siratul mustaqim. Prandaj Muhamedi alayhis salam kur e piti atë vajzën e vogël tha, "Ain Allah?" Qalet fi as-sama. Ku është Allahu? Allahu tha është në qiell. Dikush thot Allahu në qiell, atëherë që kanë mend futet në qiell. Në gjuhën arabe në Kur'an qiell është lart. E Allahu është mbi krijesën e tij subhanahu wa taala. Këto janë dhonat e Islamit shumë të qarta. Ma vonë njerëzit kanë ardhur duke i shërmu. Kjo është xhamati. Kush është xhamat? Xhamati i pejgamberit alayhis salam. Sahabët, prandaj titulli i dersit është el-i'tisamu bis-sunnati wal-jamaa. Të kapurit për sunetin dhe xhamatin, cilët janë sahabët. Sahabët kanë qenë xhamati i parë i Muhamedit alayhis salam. Kanë ardhur tabiinët, për tabiinët çka kanë thonë ato? Tabiinët kanë thonë ne duhet ta ndjekim xhamatin generatën e parë. Kur kanë ardhur etba'u tabiin kanë thonë ne duhet të ndjekim tabiinët dhe sahabët e Muhamedit alayhis salam. Kur ka ardhur generata tjetër pas kanë thënë ne duhet të ndjekim trashëkujt e bereqetshëm. Etba'u tabiin, et-tabiin edhe sahabët. To janë xhamati i muslimanëve. E Allahu xheleshanu thotë wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili, se pastaj nëse ndiqni rrugica të tjera, atëherë do të devijoni nga rruga e vërtetë, do të devijoni nga sirati. Dhalikum wasaqum bihi, kështu Allahu ju këshillon. Wasaqum bihi la'allakum tattaqun, që ju të jeni të devotshëm. Thot Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu thot, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Thot Muhamedi alayhis salam na këshillojnë një ditë ashtu këshill të madhe, ashtu këshill thot që zemrat tona u rënqethen, sitet tonë fillun të lotojnë. E i tham ja Rasul Allah, كأنها موعظة مودع فأوصنا. M'duket ja Rasul Allah se ti këto porosi, këto këshilla na jep se sikur se na përcjell ti moneve, nuk do të takosh. Fe ausina na këshillo atëherë, ma tepër, çka le më në fund, çka me bone më në fund, masi ti vdes. Muhamedi alayhis salam tha, usikum bit taqwa Allah was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun. Ju këshilloj bit taqwa Allah. Shiqë vëllezër, nëse dikush thotë ti, o vlla, bën me më këshillu se duhet marr një rrugë, këshillën e parë që ti hapi shtu ta kesh frikë Allahun.
Gjithmonë Muhamedi alayhis salam usikum bi taqwallah. Prandaj kur e dërgoi Muhamedi alayhis salam Muadh ibn Jabelin në Yemen, çka i tha? E këshilloi me pas frikë Allahun. Usika bi taqwallah. Kjo këshilla më e mirë. Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'a. Ta ndëgjoni, ta respektoni, dhe më thonë prisin tuj. Wa in ta'ammara alaykum 'abd. Nëse ai dje ka qenë sklav, sot është halifja juj, duhet ta ndiqni atë. Mosoni për kia, di ku e ka prej ardhin. Ki ka qenë sklav bre, ki ka qenë ku ta diun prej Etiopie, ka qenë prej Zezake kështu me radhë. Jo, Muhamedi alayhis salam, wa in ta'ammara alaykum 'abdun. Edhe nëse një rob sklav ka arrit bot prisi muslimanëve, duhet ta ndëgjoni, ta respektoni. Pastaj tha fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. E kush do të jeton pas meje, do të shohë shumë çka, shumë kundërshtime. Do të shohë gjoja të reja. Fa alaykum bi sunnati, kapeni për sunnetin tim. Wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Dhe kaponi për traditës së khulafave, ata që janë të udhëzuar, khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, ato të drejtët, khulafa ar-rashidun, të drejtët, Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, khulafa ar-rashidun al-mahdiyun, të cilët janë të udhëzuar min ba'di. Addu alejha bin nawajith wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Kapeni për sunetit tim dhe sunetit khulafave, pas meje që do të vinë me dhëmball. Kini kujdes ndaj risive. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla dalalatin fi an-nar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kaponi për asaj me dhëmball. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla bid'atin dalale. Dhe çdo risi çon në humbje. Nuk ka vëllezër bidat mirë në Islam. Edhe pse bidatet klasifikohen janë shkallë, ama kullu bid'atin dalale. Ka bidat që çon shirk, ka bidat që çon fisk, ka bidat që është, po çdo bidat është dalalet. E dikush të po mirë ku është edhe fjala kullu dalaletin fi an-nar. Në hadith vëllezër është vetëm kjo. Por këtë tjetrën, pjesën tjetër e ka nxjerr Imam Nesai në sunenin e tij dhe hadithi është hasan, wa kullu dalaletin fi an-nar. Për këtë hadith ka ardhur kjo. Mirë, do të shitoni, a nuk ju kujtohet diçka? Muhamedi alayhis salam sikurse e mban një prej fjalimeve të fundit dhe i thot sahabeve, kush do të jeton mas meje do të shohë shumë kundërshtime. Kapeni për sunetit, dikush thot në rregull. Pse nuk tha kapeni për Kur'anit? Nuk tha Muhamedi alayhis salam kapeni për Kur'anin, tha për kapeni çka? Për sunetin tim dhe sunetin, traditën e kujt? Khulefave që do të vinë pas meje, ato të drejtit, të cilët janë të udhëzuar. Pse jo Kur'an? Para si e vlezër se sahabët, shokët e Muhamedit alayhis salam, sidomos khulefat, ato e kanë njoft traditën e Muhamedit, ato na kanë treguar neve në praktik që kjo është. Se Kur'ani lexon sikush. Edhe sikush e ka kuptimin e tij. Çdo fraksion, çdo sekt që ka deviju, edhe shijat me të pruti plot argumente për Aliun radiallahu ta'ala, Ali. Me i pas sofistët edhe ato argumentohen, Allahu thot boni dhikër e kështu më radhë. Këtë regull neve na intereson në praktik si ta zbatojmë. Ne do na qofim praktik. E praktik kush është modeli më i mirë për ne? Sahabët. Prandaj Muhamedi alayhis salam në shumë vende thot me u kap për Kur'anit, ta mësojmë kur është khilafi mes nesh edhe jo muslimanëve, a kur është kundërshtimi mes nesh dhe muslimanëve ngadal. Po Kur'an, edhe ai bie argument për Kur'an. Ne do na praktik. Si është zbatu kjo në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do ta marrim te puna e dhikrit. Le bjerë dikush argument që Bilali ka thonë hajtaj subhanallah, edhe gjithë sahabet ka mos subhanallah. Ka thonë Bilali subhanal baqi daina lilhamdulillah, gjithë xhamati hamd. A ka kjo? 33 herë subhanallah, po 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar, në rregull. Si ta zbatojmë? A bashkarisht as sikush në vete? Allah, çka tha Muhamedi alayhis salam, kapeni për sunetit tim dhe sunetit khulefave. Ato e din. A ka ardhur një argument që Bilali kur ka bë, puna e Bilalit ka qenë ezani dhe kameti, punkt, s'ka pas më tepër. Një argument i cili qoftë edhe një hadith edhe maudhu i trilluar që kanë bë sahabët, domethënë mënyrën e dhikrit e kanë bë bashkarisht. Nuk ka. Prandaj pejgamberi alayhis salam nuk ka thonë kapeni për Kur'anit vetëm, edhe pse duhet më u kap për Kur'anit. Ama ne atë Kur'an kur dëshirojmë ta zbatojmë në praktik ta çesim, mënyrën se si.
El Kur'anu hammalul wujuh, kanë thonë. Kur'ani ka shumë lloj kuptime se si kush mund ta kuptone si dëshiron. A nuk e kuptojnë sofistët wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin? E kuptojnë që adhuro Zotin ton derisa të vjen bindja, yaqini që prej te u larguan mo obligimet, ti tash e dha e provimin. E kështu me radhë, plot ka. Xhavarixhet kur thonë, a do ta shohin besimtarët Allahun xheleshanu në xhenet? Po, xhavarixhet thonë kena argument se Allah thot len terani. Allah thot Kur'an ti nuk do të më shohish. Që edhe ato argument bien. Ne ju thona këtë rregull, ama ki argument është len për dynjë. Kena argumente hadithe thot pejgamberi alayhis salam innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudammuna fi ru'yati. Ju do ta shihni Zotin tuaj sikur se e shihni këtë hanën, asnjëri tjetri nuk e pengon. Plot do me thonë, me hi kështu, plot kije, do me thonë argumente. Pastaj, tu ka pru edhe një argument tjetër, këto, më falni vetë këtë argumentin e kom shkrujt, thot, hadithin e kanë nxjerrë Imam Muslimin sahihun e tij nga Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu qal kana an-nasu yas'aluna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam 'anil khairi fa kuntu as'aluhu 'anil sharr makhafata an yudrikani fa qultu ya Rasulallah kunna fi jahiliyatin wa sharrin فهدانا الله إلى هذا الخير فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم. Shiqoni vlezë Hudhaifja thot, gjithë e piqin Muhamedin a.s. për khajrin. Çka është më mirë ja Rasulullah? Unë e piqa për sherrin. Pse? Shiqo vlezë, për me njoh Allahun, për me njoh Islamin duhet ta dish edhe khajrin edhe sherrin. E Hudhaifja tha, gjithë e piqin për khajrin, unë më intereson te sherri. Çka është e keqe, çka është mëkat, çka e hidhron Allahun xhelleshan, çka të nxjerr prej feje. Pse? Me khafata an yudrikani, nga frika që mos bie unë në të sherr. فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. Ne ishim gjahilet edhe në sherr, punë të këqija, adhurojshim idhujt, maltretojshim njerëzit, u amirshim pasurin, bojshim punë të këqija, të kota, e Allahu na erdh me këtë khajr, me cilën, me pejgamberin alayhis salam, me Kur'anin, me Islamin. فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم. I thash, pas këti khajrit që jemi ne tash, a do të kjetë sherr të umeti Muhamedit a.s. Pejgamberi a.s. tha, naam. Kur filloi vëllezër sherri? Hajde, piqe. Të umeti Muhamedit a.s. kur filloi sherri? Me vrasjen e Uthmanit. Në vrasjen e Omerit, po, amo filloi. Kaloi një periudhë, dhe më thonë, khilafeti Uthmanit, sa ka qenë 12 vite. Me vrasjen e Uthmanit filloi çka? Filloi sherri. Edhe zgati niko lufta Aliu radiallahu ta'ala anhu, Muawiya radiallahu ta'ala anhu, ani sahabët e gjmajin, më thonë filloi, pasaj thash, wa hal ba'da hadha sharri min khair? E I thash, a do të kiet pas ati sherrit, prap a do të kiet khair? Qale naam, wa fihi dakhanun. Tha Muhamedi a.s. po, edhe pas sherrit ka me pas khair, por do të kiet dakhan. Çka është dakhan? Si mjegulla, si tim. E thonë duhan, në gjuhën arabe është duhan. Kena dhe surën e duhan. Qale naam wa fihi dakhan. Do të ketë khajr, ama do të ketë e turbull të qenë çështjet. Fa qultu wa ma dakhanu ya Rasulallah? E çka është ai duhani, ai çështja e turbull? Tha qaumun yastannuna bighayri sunnati wa yahtaduna bighayri hadyi. Do njerëza do të marim për sunet diçka tjetër, jo traditën time, edhe do të udhëzohen me diçka tjetër, jo me udhëzimet e mia. I tha, bighayri wa yahtaduna bighayri hadyi fa ta'rifu minhum wa tunkir. Dëgjoja do t'i dini që këto janë prej sunetit, dhe dëgjoja do t'i ignoroni, nuk ka kjo sunet, do të thosh. Më thonë ai çka e din sunetin çka është. Fetarifu minhum wa tunkir. Disa gjëra do t'i miratoni, po kjo sunet, kështu kanë vepru, kështu kena vepru në kone mo. Wa tunkirun, edhe do të mohoni dhe çështja, do të menjet, do t'i kundërshtoni. Që që me gjithat, Hudhaifja tha, wa hal ba'da hadha al-khayri min sharr? O këta shka, faza tjetër, kush? Një fazë e fundit. Dhe më thonë, ishim në khajr,
Muhamedi a.s. Ebu Bekri, Omeri, Othmani. Erdhë shërë, vrasja Osmani të kështu më radhë. Pastaj përsëri, mas shërrit erdhë khajrë. Fekultu fehel ba'da hadha l'khajri min shërë, kale naam. Edhe pas këti khajrit, a do të kitë shërë, Muhamedi a.s. tha pa, po tha. Ekuamun, duatun, ala ebuabi gjehennem, men e gjabehum i lejha kadhafuhu fija, do të ketë thirësa, si cili do të rrim pran një dere, do të ketë derën, edhe si cili do të thret, hec. Fe men e gjabehum i lejha kadhafuhu fija, e aji cili i ndëgjon, ju përgjigjet thirje sa atire që do të rrina për ato dyrët, si cili do të ketë ka një derë, edhe thret, ecko, sot kje, sistemi demokracisë. Hej, demokraci, gruen të shlirojnë nga prangat e gjoja tjera, edhe njerëzit që kanë trum. Hajtë të qërë demokracia, komunizmi, orla, komunizmi mba njerëzit top, e kështu më radhë. Ajtë qëti sot qka ateizmi, asë gjohë nuk në duhet. Si cili thret, drejtat e grave, drejtat e burave, drejtat e qative zibidi, si cili thret, hajde ko, thot Muhamedi a.s. Femen e gjabehum i leja kadhafuhu fija, e kush i përgjigjet kanë me e fit ati. Hudhefja gërkaj pak ma tepër. Kultu ja Rasulallah, sifhum lena, a bon ja Rasulallah, ato të cilësit e tire, sion. Tha hum min beni gjildetina, wa jetekellemune bi elsinetina. Ato jonë prej mesit ton, edhe e flasin gjuhën ton. Shka prej mesit ton, prej muslimonve. Edhe thot, e flasin gjuhën tonë. Tu kanë thonë djetarët, e flasin gjuhën tonë, tu do të ketë edhe njerëz që i thrasin njerëzve në përmjet qka? Në përmjet Kuranit edhe Sunetit, vetëm e i largun nga Kuranit dhe Sunetit. E këtu ka thonë Muhamedi a.s. jonë prej mesit tonë, dhe flasin gjuhën tonë, do me thonë biseda e tire, këshillat e atire, nësiati atire, dhe të thonë Kuran dhe Sunet. Qka po ne, a do në diçka tjetër përveç Kuranit dhe Sunetit? Po kër i thuti, orvla, si shembull, përzirja bura e gra, çështja e muzikës, e gjëra tjera, edhe ai thot Kur'an edhe Sunet, edhe të bie thot që sahabët kanë luftuar bashkë me gratë, gjëra tjera. Edhe ai përpiqet, edhe ai pse ka thënë Muhamedi alayhis salam, "Wa yatakallamuna bi alsinatina." Këto fjalë, këtë fjalor çka e kemi ne edhe ato do të argumentohen me këtë çështje. Do me thonë meriti sektet e devijut, xhavarixhët, edhe ato thon Kur'an dhe Sunet. Bile ato thon ne më shumë jena që kapen e për Kur'anit dhe Sunetit. Ama çka bojnë ato? Ata i bëjnë tekfir gjithë muslimanët. Pastaj e lejojnë gjakun e tire, pasurinë e tire, nderin e tire, me çka? Duke u argumentuar me Kur'an dhe Sunet. Amën i zbatojnë ato dhe e kuptojnë ato jo siç duhet. Sifhum lena, i thash, na trego. E i tha pastaj Muadhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa qultu fama ta'muruni idha adrakani dhalik, i thash ja Rasulullah, çka më këshillon nëse unë e arri katë ko, nëse unë jetoj në atë ko, çka të bëj? Pejgamberi alayhis salam tha, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Atëherë ti shko te grupa më e madhe e muslimanëve dhe xhamati. Kush çka është xhamati? Ato që bazohen në veprimin, model i kanë sahabët, e kanë Kur'anin dhe Sunetin dhe thonë, Muhamedi alayhis salam ka vepruar kështu, sahabët kapu për ato. Fekultu, fekejfe illem jekun lehum gjemaatun wala imam. Në regull, ja Rasulallah, nëse kanë musliman një imam, një khalife, edhe kanë gjemat, unë dhe qkaj atje, qka nëse ndodhë që ato nuk kanë as khalife, imam dhe as gjemat, atër pejgamberi a.s. subhanallah i tha, fa'tazil tilke l-firak kulleha, walau an ta'adda, bi asli shëgjereti hatta yudrikeke l-mautu wa anta ala dhalik. Atëherë tha largoju gjitha atyre grupacioneve. Edhe tha sikur të kafshojsh ronjën e drunit me dhomët e tua, derisa të të gjenë vdekja dhe ti në atë moment vepro. Largoju dhe më thonë fitneve. E shese, valla besimtari e din fitne qka është. Besimtari i devotshëm, i sinqert, aje kupton se valla këtu u bo fitne, u përçanë muslimon, u bo 100 grupa, si cili thot kështu, ama me zbatu tamam rrugën e Muhamedit alayhis salam nuk ka. Nëse shkoj te kjo grup, këto janë devijut. Nëse janë këto janë xhavarix, ato sofis, ato shia, ato kështu kadiani, çka me bo? Tha wa anta udda bi asli shajarati wa anta ala dhalika faf'al.
hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalika faf'al, sikur çka ishte një dru dhe ta jo kjo si shembull e ka marr Muhamedi alayhis salam që kapesh fort për një drurit derisa të vjen vdekja më mirosh se sa me u përzi me çka, me xhamatin e atyre njerëzve edhe me deviju nga feja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Një hadith tjetër vëzëm nga hadithi është hasan nga Muawiya ibn Abi Sufyan radiallahu ta'ala anhuma قال رسول الله قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 فرقة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة قلنا ومن هي يا رسول الله قال هي الجماعة. Tregon tash Muhamedi alayhis salam Muawiya djali Abu Sufjanit, krijetari për Muawiyan radiallahu ta'ala ka qenë prej atyre kutabul wahyi që ka shkruajtur wahyin, edhe thot sahabi ka qenë pasaj edhe prisi muslimanëve prej me të vërtet prej njerëzve që njihet nisam që ka qenë më durimtar, më i butë, më i ngadalshëm ka qenë Muawiya ibn Abi Sufjan. Edhe thot Muhamedi alayhis salam thot që tregoj se ahlul kitabain i tharët e di librave, dhe më thonë që futët edhe jahudit, jë ndanë 70 grupe. Kështu ka është ki hadith. Ka hadith tjetër, thot pejgamberi alisam, iftarakat il jahudu ila 71 firqa, wa iftarakat il nasara ila 72 firqa, wa se teftariku hadhihi l'umme ila 73 firqa, kulluha fin nari illa wahida. Kulna wa man hiya ya Rasulallah, kale el jama'a. Wa fi riwaje, men kane ala mithli ma ana alejhi ljom wa ashabi. Tha pejgamberi alayhis salam, shpjegimi këti, tha që futët dhe të ndanë 71 grupe. E ja krishterët 72 grupe. Umeti jem 73 grupe. Prej si cilit grup, që futët 71 grup, 70 në zjarë, njën xhenet. Krishterët 72 grupe, 71 grup në zjarë, njën në xhenet. Umeti im tha 73 grupe. 70 në zjarë, veç një prej atyre në xhenet. E i thanë, kush dhe të jetë xhenet? Ato thët që dhe të kapen për xhamatit të muslimanëve. E ndjekin traditën profetike, traditën e sahabeve. Po për jahudive, kush dhe të jetë në xhenet? Ato që ndjekin Musain alayhis salam, rrugën e Musaut. Por për krishterëve, kush është ai grupi që dhe të jetë në xhenet? Ato të cilët e pasun rrugën e Isaut, tauhidin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe prej umetit pejgamberit alayhis salam 70 di grupe çka do të jenë në xhenem, vetëm se një do të jetë në xhenet. I than, e kush është ai që do të jetë në xhenet? Me një hadith tjetër thot pejgamberi alayhis salam, men kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ata të cilët do të jenë në xhenet ose ai grupi është ai grupi i cili e zbaton sunetin tim, rrugën time, e zbaton islamin kështu në këtë mënyrë që e zbatoj unë sot dhe shokët e mi. Tu ja pru pejgamberi alayhis salam me të vërtet një shembull konkret se ato të cilët do të jenë të shpëtuar, i thon el firqatu najie, grupi i shpëtuar kush është? Ai grup i cili e ndjek islamin, si tha Muhamedi alayhis salam, ashtu sikur se e pasoj unë sot dhe shokët e mi, vetëm ato do të jenë në xhenet. Por vëllezër, kanë thonë dietarët për këtyre 70 grupe, se ta të më thonë nëse vetëm një grup është në xhenet, atëherë ku është ai es-sawadul a'zam ditën e gjykimit, kur dhe dale grupi zi i madh me besimtar. Kanë thonë për shpjegimin e pjesës së fundit të hadithit, që një do të jetë, domethënë, vetëm një do të jetë në xhenet. 70 di, për këto 70 di që ka do të jenë në xhenem, kanë thonë kuptimi i hadithit nuk do të thotë se ato 70 di të gjitha do të hinë në xhenem. Ato që kanë deviju në akide, po. Edhe disa kanë me hi, dënohen sa do të dënohen edhe do të dalin. Por ka prej atyre që e ka meritu ai, pse ka deviju pak, e ka meritu zjarin e xhenemit, është prej këtyre 70 grupe. Por ndoshta me shefajetin e Muhamedit alayhis salam hin del. Ndoshta me shefajetin e dikujt dëni vllaut musliman e lejon Allahu xheleshanu, pse gabimi i këtij, devijimi i këtij nuk ka qenë shumë i madh, i ka përket këtyre 70 grupeve, por
me ndërmësimin e dikuj, ndoshta ki ka bo përsëri, ndoshta edhe ndonjë vepër që Allahu subhanahu wa taala thotë ti ke qenë prej këtyre 78 grupave. Po për hir që kësaj veprës unë ti të largoj prej ku të shpëtoj prej zjarit të xhenemit. Edhe më në fund do ta lexoj një fjalë shumë interesant që ka thonë Abdullah ibn Mesudi dhe me këtë do ta përfundoj. Vëllezër, me vërtet fjalë i ka përmbledh Abdullah ibn Mesudi këto çka i thash me disa fjalë i thot. Wa ma ahsana qawla Abdullah ibn Mesudi radiyallahu ta'ala anhu. Shkrimtari thot dhe nuk ka fjalë më e mirë, s'ka fjalët më të mira të Allahut pejgamberit, por Abdullah ibn Mesudi thot këtë çështje ka zbërthi diçka thot shumë mirë. Thot, qal men kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Kush don për jush të pasone dikont, le ta pasone atë që ka vdek. Ama Abdullah ibn Mesudi, përçin e ka pas fjalën Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, a e ka thonë këtë vetë kur ka gjatë, e ka pas qëllimin për sahabët. Fe innal hayya la tu'manu alayhi al-fitna, sa i përket gjallit, thosh, unë pasoj çto. Thot, nuk dihet, nuk ka i sigurt ai nga mos devijimi, mund devione. Prandaj vëllezër është interesant, një dikush ka përgatit, ka ishte Sheikh Uthejmini, Allahu e mëshiraf, duke qenë gjallë, e një ka përgatit për Sheikh Uthejmini një poezi shumë të mirë. Edhe i thotë, Sheikh, kom një poezi, a bën të lexoj. Sidomos, dhe më thonë vëllezër, to dietarët e sunetit nuk i kanë pas qef poezijat shumë, apo ilahijet e kështu me radhë. Ato në islam nuk themi që janë ndaluar, ama kanë pak përparësi. Sot ju kanë dhënë shumë përparësi dhe vallahi, nëse shkon pa marrë parasysh në një tribun, edhe nëse bën me votim, kush dëshiron me ndjoj ilahie, kush Kur'an, do të çosh ndoshta 90% çka bën e dona ilahie le Kur'anin. E prandaj Sheikh Uthemini edhe tjerët i bën bazë, Sheikh Albani nuk i kanë pas qef to e neshidet e ilahie të këto. E i thot haj fillon, edhe ki fillon te ai e neshidi, te poezia që ja ka përgatitur Sheikh Uthemini, edhe fillon ta livdone se ne e ndjekim rrugën e Sheikh Uthemini dhe nuk devijojmë, tha, ndalu, tha, a gjithë ilahia që e ke përgatit kjo poezia, që këtë kuptime ka, tha, po, jo. E i tham, pse jo? Pse Sheikh Utheminin sot është në rrugë drejt nëse nesër devijon? Nëse e vazhdoj këtë rrugë deri në vdekje, tha, po. Amo deri sa jam gjallë, nuk lejo një gjë të tillë. Se unë ndoshta nesër mund devijoj, ajo që e ka thonë këtë përsi e faqe, po e ka thonë se ka frikë mund devijon e njeriu. Tha, deri sa jam gjallë, jo, pas vdekjes, po. E thot, fe inna l-haj la tu'menu alejhi l-fitne, për arsye se ai vdekuri nuk mundet ai me bo fitne, ai gjalli mundet, do më thonë çka fitne me deviju. Çka thot tash, për shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dëgjoni vëllezër, ulaika ashabu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ato ishin shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanu afdalu hadhihi l-umma, më të mirë të këtij umetit kanë qenë sahabët, edhe pik. E barraha quluban, zemrat i kanë pas më të pastërta. Wa a'maqaha ilman, më të thellë se ato në dituri nuk ka pas askush. Wa aqalluha takallufan, dhe nuk kanë qenë me i vështirësu çështjet. E thonë, dinin e Allahut nuk e kanë marrë me vështirësi. Shiqoni tash. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyihi wa iqamati dinihi. E i thot, bura të cilat i ka zgjedh Allahu xhelleshanu qenë shokët e Muhamedit alayhis salam dhe ta ngritin ta përhapin fenë e Allahut subhanahu wa taala. Fa'arifu lahum fadlahum, dinja u vlerën e atyre, respektoni ato, ju thot. Watba'uhum fi atharihim wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa dinihim, ndiqni gjurmët e atyre dhe kapuni sa të keni mundësi për moralit dhe fejës e atyre, pasoni sahabët në moral edhe në dinin e atyre. Fe innahum kanu ala al-huda al-mustaqim, se ato kanë qenë në udhëzimin dhe në rrugën e drejt, në siratul mustaqim. Lusim Allahun xhelleshanu të na bën prej tyre që e pasojnë Kur'anin, sunetin e Muhamedit alayhis salam, rrugën e xulefave, ashtu në atë mënyrë siç e kanë kuptuar ato Kur'anin, e kanë kuptuar ato sunetin e pejgamberit alayhis salam, dhe lusim Allahun xhelleshanu që edhe shpirtin të na merr ashtu duke e pasu Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam, ashtu në atë mënyrë siç e kanë pasu khulefat dhe të gjithë sahabët ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.